Doktor Jetish Jetishi, neurolog, shpjegon se migrena tek të rinjët është një sëmundje komplekse neurologjike dhe mjaft e shpesht, sidomos tek gjinia femërore. Ai tregoi edhe disa nga shkaktarët kryesor. Migrena është një sëmundje komplekse neurologjike, e cila është mjaft e shpesht të rinj, kryesisht te gjinia femërore. Shkaktarët kryesorë të kësaj janë predispozita familjare, shkaqe gjenetike dhe faktorët ambiental. Tek një pjesë e pacientëve mund të shfaqet edhe aura apo çrregullime të pamurit, ku zakonisht trajtimi i këtyre simptomave bëhet nga mjeku neurolog dhe rëndësia e vizitës është tejet e rëndësishme, shtoi doktori Jetishi. Zakonisht migrena është sëmundje e kokdemës së tipit pulsiv, e cila paraqitet në një anshëm apo mund të jetë edhe dy anshëm. Është e përcjellur domethënë me kokdeme pulsive, me çrregullime të ndjesisë të vjellurit, shpesh edhe me të vjellura me sensibilitet apo ndjeshmëri ndaj zhurmave dhe ndritave. Kryesisht 2/3 të migrenave mund të përcillen edhe me aurë, siç janë dritat në sy dhe çrregullimet e të pamurit. Zakonisht trajtimi i këtyre simptomave bëhet nga mjeku neurolog. Ka shumë rëndësi që pacientit të vizitohet një herë te neurologu të eliminohen shkaktarët e tjerë. Doktor Jetishi shpjegon se asnjë metodë diagnostikuese nuk mund të tregojë drejt për drejt migrenën. Diagnoza vendoset vetëm pasi të eliminohen sëmundje të tjera që kanë simptoma të ngjashme me migrenën. Asnjë metodë diagnostikuese nuk mund ta evidentojë migrenën, por duke eliminuar sëmundje të tjera, të cilat kanë simptomatologji të njëjtë me migrenën, mandej konstatuohet diagnoza e migrenës. Ekzaminet që duhen bërë janë rezonanca magnetike për të eliminuar gjakdelën. Diagnozë diferenciale pra hyn gjakdela subarachnoidale, që kokdemi është paroksizmale e njëjtë me kokdemin e migrenës, mandej sinuzitet, trombozat e sinusëve në kokë dhe rritja e shtypjes intrakraniale që ndërtohen edhe tumoret. Migrena te të rinjët është një sëmundje komplekse dhe e shpesht, prandaj është e rëndësishme të kërkohet vlerësimi i një neurologu për të vendosur diagnozën e saktë dhe për të përjashtuar sëmundje të tjera.